diskutim do ketë protesta dhe ndër më të fuqishmet, opozita thret ditën e premte, tryezën e të gjitha forcave politike dhe faktorëve influent në shoqërinë shqiptare për të krijuar një bashkërendim, një front të gjerë kundër narkoregjimit të Edi Ramës dhe për të ndërmarrë të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij 1 minutë më parë. Për opozitën, bllokimi nga Edi Rama i heqjes imunitetit të Lubi Ballukut, marrja në mbrojtje e delinkuentes Mirlinda Kaçanaj, e njohur tashmë për abuzimet e tmerrshme me Ergys Agasin në favor të familjes Rama, janë dëshmi, janë një thirrje e madhe për shqiptarët për të ngritur në revolt dhe për të larguar këtë qeveri, për t'i dhënë narkodiktatorit të tyre atë fund të turpshëm që pati narkodiktatori i Venezuelës. Zoti Berisha, çfarë pritshmërish keni për vendimin e gjykatës kushtetuese për Ballukun, duke qenë se më herët keni denoncuar se disa prej gjyqtarëve janë kërcënuar ose presionuar